5 gjërat që nuk duhet t'i bëni menjëherë sapo zgjoheni në mëngjes. Rutina e mëngjesit është një pjesë thelbësore e vetkujdesit, duke ndikuar në gjithçka, nga nivelet e energjisë, produktivitetit e gjendja e lëkurës suaj. Rutina e duhur bëhet akoma më e rëndësishme tani që jetojmë në këto periudha të vështira. Ekspertët tregojnë se kush janë gabimet më të zakonshme të rutinës së mëngjesit dhe çfarë duhet të bëni për t'i rregulluar. Gabimi i parë, shtypja e alarmit për ta shtyrë atë. Nëse e shtyni alarmin në mëngjes, do të bëheni edhe më të dobët fizikisht dhe gjithashtu më të varur ndaj shtesave të melaninës. Është e rëndësishme që asnjëherë të mos e neglizhoni zgjimin e mëngjesit. Nëse zgjoheni, mos e merrni celularin menjëherë në dorë, pasi mund të krijojë varësi. Ngrënia e ushqimeve me sheqer sapo zgjoheni mund të rrisë probleme të diabetit. Moslarja e fytyrës në mënyrën e duhur dhe përdorimi i SPF-ve sapo zgjoheni është i dëmshëm. Anashkalimi i mëngjesit është gabimi kryesor që duhet të evitohet. Mëngjesi duhet të jetë i bollshëm dhe në një cilësie më të